Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. La uqsimu bi yawmil qiyamati. Betohem në ditën e Kiametit. Wa la uqsimu bin nafsil lawwama. Betohem në shpirtin qortues. Ayahsabu al-insanu an lan najma'a 'idhama. A mendon njeriu se nuk do të mund t'i mbledhim eshtrat e tij? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Po, si jo? Ne jemi të Zot t'ja ribëjmë bashk me përsosmëri edhe majat e gishtave të tij. Bal yuridu al-insanu liyafjura amama. Por njeriu dëshiron të gaboj sa të jetë gjallë. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Dhe pyet, kur do t'jetë dita e Kiametit? Fa idha bariqa al-basar. Por kur syt t'i verbohen, Wa khasafa al-qamar. dhe të zihet hëna, Wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar. dhe dielli e hëna të bashkohen, Yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar. atë ditë njeriu do të thotë, ku të iki? Kalla la wazar. Askund, s'ka stre. Ila rabbika yawma idhin al-mustaqar. Atë ditë, streha është te Zoti yt. Yunabba'u al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhkhar. Atë ditë njeriu do të vihet në dijeni për veprat që ka bërë dhe për ato që ka lënë pa bërë. Bal al-insanu ala nafsihi basira. Po, vërtet që njeriu do të dëshmoj kundër vetëvetes, Walau alqa ma'adhira. edhe si kur të paraqes shfaqsimet e veta. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Mos nxito, o Muhammed, në leximin e Kuranit me gjuhën tënde. Inna alayna jam'ahu wa qur'anah. Ne e kemi për detyrë t'i mbledhim pjesët e tij e ta lexojmë atë. Fa idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Dhe kur ta lexojmë atë, ti përcille leximin e tij. Thumma inna alayna bayanah. Pastaj e kemi ne për detyrë ta shpjegojmë. Kalla bal tuhibbuna al-'ajilata Por ju doni këtë jetë kalimtare, wa tadharuna al-akhirah. e për jetën tjetër nuk kujtoheni. Wujuhun yawma idhin nadhira. Atë ditë disa fytyra do të shkëlqejnë Ila rabbiha nadhira. dhe Zotin e tyre do të shohin, Wa wujuhun yawma idhin basira. kurse disa fytyra atë ditë do të jenë të zymta, Tadhunnu an yuf'ala biha faqira. duke e ditur se do të pësojnë një fatkeqësi që të fyhen në mes. Kalla idha balagat at-taraqiya. Por kur shpirti të vijë në gryk Wa qila man raq. e të thëdhasin, a ka shërues? Wa dhanna annahu al-firaq. Atëherë, ai që po vdes do të bindet se ky është çasti i ndarjes والتفت الساق بالساق dhe këmbët do të ngrinë. إلى ربك يومئذ المساق Atë ditë ai do të sillet te Zoti yt. فلا صدق ولا صلى Ai as nuk besoi dhe as nuk u fal, ولكن كذب وتولى por e mohoi të vërtetën dhe ja ktheu kurrizin. ثم ذهب إلى أهله يتمطى E pastaj shkoi te njerëzit e vet duke u krenuar. أولى لك فأولى Mjerë për ty! Mjerë për ty! ثم أولى لك فأولى Sërish mjerë për ty! Mjerë për ty! أيحسب الإنسان أن يترك سدى Val,
A mendon njeriu se do të mbetet pa përgjegjshmëri? ألم يك نطفة من مني يمنى As ka qenë një pikë fare që derdhej, ثم كان علقة فخلق فسوى pastaj u bë droçk gjaku, e më pas Allahu e krijoi dhe i dha formë e përmasa të caktuara. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى E prej ti bëri çiftin, mashkullin e femrën. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Val, a i krijues, a nuk ka fuqi që t'i ngjall të vdekurit?